protestët 17 ditë që shikojnë në këtu, ata blokojnë komplet rrugën. Pa. Tashi, mijat të tjerë, janë qytetarë që nuk kanë pjesëmarrës në protestë. Pa. Edhe duam të kalojnë lirshëm, mi pas kalojnë dot. Pa. Tani këta protestues ka të drejtë të përvojnë të drejtat e një pjesë tjetër të popullsisë. Kanë shumë të drejtë sipas kushtetutës, sepse mbarvajtjen për protestën e merr policia dhe duke ditë që policia ka një aktivitet pra siç është protesta, merr masat që personat e tjerë të kenë rrugë tjetër kalimi. Është e njëjta gjë që me që shqetësohesh, kur kryeministri bllokon dhe izolon Shqipërinë me 2 ditë, kur vinë përfaqësitë e huaja dhe besoj shqetësohesh që izolohen shtëpi dhe mbyll makinat, është njësoj kur kryeministri apo opozita bën protesta të tjera dhe bllokon bulevardin, besoj e ke pas njëtin shqetësim, por nuk e ke pas njëtin shqetësim, do të thotë që ka një problem te logjika juaj, por është policia e shtetit që mban mbarvajtjen e protestës dhe udhëzon çdo ditë se ku të kalojnë qytetarët që nuk duan të kalojnë nga bulevardi. Është përgjegjësia e policisë, patjetër, sepse ne jemi izoluar 1 ditë e 2 ditë, madje kur erdhi edhe një komision Europe që erdhi, u bllokua gjithë Tirana izolim. Ne izolohemi kur ka një maraton. A shqetësohet zotëria kur ka një maraton apo një aktivitet? Dhe nuk kalon dot vëngarde që më... Dhe vëngarde, kushte, ndërkohë zotëria po kalon pajësisht, mund kaloj pasisht nga protesta dhe askush nuk e ka ngacmuar. Kështu që më duket e drejta e protestës është e drejtë kushtetuese, prevalon mbi të gjitha.